Një ngjarje që unë kam dhënë me një hudbe në Yemen. Thot o hoxha, imami gjematin e njetë vetin. Një natë po ishtinje të andër, po thot filani për gjematit tonë gjenetli. Natën e dytë, filani gjemati jëtë gjenetli. E gjallë, personi për cilin peshe anër ky penje, gjemat, gjallë. Natën e tretë, po thot personi i gjematit të gjenetli. Lutni ato që të lutë Allahin për juve, se duaja ti mes ti dhe Zotës ka pirë. Po vjen ditë e gjuma, po i hoxha në hutbe, edhe po janis me plot emocione hutben. Po thot o gjemat, Allahi në ka ndëru, Allahi në ka gradu në mesin ton, në mesin e kësaj gjamije, pa ja për mene. Na e kem një vlla tonin që unë në emër tema dhe t'jujin e kisha lutë atë vlla që ta lutë Allahun për neve, që Allahit në mërësën, Allahit në uzën, Allahit në forcën, Allahit smurit në shërën. Po vazhdon me dua, po e lavë mjekrën hoxha, duke e lutë paja për menemin. Mas si përfundoj dua, ty tha hoxha me zon, duke qanë në mesin e gjamisë, një zon duke thonë Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. E që të aminin e boni qaj që kish pa hoxha andër, edhe ushtrin ka daldale dhe amanetin. Diq, subhanallah, po i merë njerëzit më atë afert, kur diq të alëshoj një miris, një erë, gjenazja, o tu kejt për erës mirë, kejt gjemati. Po i merë hoxha 2-3 veta dhe për ju thot që ta ma kryesur gjami, so njerëz kam 3 net, unë e filonin e kam pa ndër të më thonë është gjenet li, lutë në Zotit, lutë në filonin, lutë në ato, leta lutë Allahin për juve. Edhe murën vendim për shkojnë të shpije masi u krye pamja, u vërëse, u për cjellën njerëste u kry, dojnë me shku në shpe me këqyrë qka është punë ati. Po shkojnë hoxha për një gjemat, ama diçka pak ma special, s'po din kërkush për ta. Shku në shpe, hitën mrena, po pysin familjen, a ka pas, a dini në i sen, qka ka bo, me qka është marë. S'po din kërkush më kalëzu para se në marë izë. No, në shkëret, po thot, a muj unë me full, diçka o hoxha fetme. Hajde, no. Thot, ka 5 vjet, që djali jem del mas gjysës natës për shpisë. Del për shpi, vënohat 2-3 orë, këdhejhet apet. Gjdo natë, si gjdo nanë, si gjdo prind, thot, një natë e bona njetë, me i nejtë gati, me këqyrë shka unë ka bërë, ka unë ka shka. Pse me mdalë në gjysë natës? E prita e ndëgjova zhurmën e dyrëve, dullë, edhe ju lyta për mas. Po shkoj për mas, shka me pa luqka nonës, prej shpis hinin gjami në borë gjamis. Në borë gjamis u përvjel mirë, edhe po hin, po i pastron vecejet e gjamis. E i kreu pastrimin dullë në barë, mas gjysës natës, unë e më shef të gardhe. Për një po thot, o Allah, që të punë kërkur se dhe, veç unë edhe ti. E kom zgjellë që të orarë se rahmeti jëtë është në qjelin e tokës. Edhe njerëzit janë gjumë. Edhe gruja, fëmija, e nona, baba, mi nuk e di.
e boj veç për ty, e pres rahmetin tënë. I tha qëto fjallë edhe hinin xhamin, edhe aty janë nisi për pastron xhamin. E pastroj xhamin edhe u kthy ka dal pa u bërë zhurmë, po shkon pa hin shpejt. Para se me hi po thot, ja Rabbi, wallahi, billahi, veç për ty. Ti e din brendësin tem. Këtë kur se din qëta, veç unë edhe ti. Bën rahmet mu. O gjemat, na mungojnë qëto kontrata me Zotin. Ja boni shembull dekën e ti me marë, edhe haberin e mirë. E Allah e na bof prej tyne që na dim me lidh në i kontrat me t'lumin Zot.